që të nisini në Shqipëri mbas është akoma herët, ndërsa nga puna përgatitore mund të filloni menjëherë. Ka kohë që ndrojnë gjë të tillë. Ju a them si mik. Më duket sikur gjithçka për mua është e mbyllur për gjithmonë. Sikur do të mbetesh atëherë jetën i harruar në sektorin e sigurimit prapavijes. Po ja që s'ndodhi ashtu. Ju keni një të kaluar që s'harrohet, që u ka zili shumë kush. Po nuk e di se kujt duhet të jemi mirënjohës. Duhet të jeni mirënjohës sistemit, fashizmit. Unë edhe në ditët më të këqija e kam ruajtur të virgjër besimin tek fashizmi. Do të jem demiurgu i atij mikroplaneti. Pasi të kem shkatruar gjithçka, do të mbetet kaosi, hiçi. Pastaj do të krijoj minjt. Pastaj me radhë do të krijoj qend, kuajt, majmunët dhe në fund fare njerëzit. Ata nuk do të jenë njerëz, por një bashkësi qeniesh pa personalitete, pa opinione, pa arsye. As njerëz, as kafsh. Por një diçka krejt e ndryshme që nuk njason me asgjë të njohur gjermë sot. Ju përgëzoj, inxhinier. Tani çdo gjë është gati. Pritet vetëm ardhja e tyre. Tani më mbetet mua t'ju përgëzoj dhe t'ju uroj për realizimin e projektit tuaj sublim.
Po. Po ty. Unë kam marrë pjesë në aksionin e prerjes së telave telefonit. Këtu në kam timatet e tim vlla. Me keqe është se mua askush s'më pak, unë hipën kamionin na nisën. Sikur lemroja prindrit. Babai ka plot mish dhe mund të ndërhynte. Mos u likshta. Po ç'ta ndon? Unë nuk pendohem për atë që bëra. Nuk është koha të qami, vajza. Nuk duhet të lëm njëra tjetrën të likshtohemi. Për ata që na mbajnë ne këtu, ne nuk kemi as emra, as fytyra, as familja apo tafërm. Vetëm numra. Për këtë përbin shanimi vetëm numra. Duhet gjem një mënyrë që t'u tregojmë se jemi gjallë. Meti. Çfarë ka? Nuk njihet mirë? Unë jam mjek. Ka marrë një herë një të ftohur që kur ishim në Kuçovë. Dhe se ka marrë më vetin. Është sëmur? Është rënd. Duhet majtur nën kujdes të vazhdueshëm. Po ju. Dukeni tepër i zbet, çfarë keni? Asgjë. Kanë lënë 3 ditë pa ngrënë. Andrea. Bardhyl, ju këtu? Nuk ju njoha. Ku ke qenë kaq kohë që nga liceu? E politik nuk jam marrë. Bile më duke se kot më kanë prurur këtu. Unë jam mjek. Atëherë flisin vazhdimisht për misionin e mjekut, që për ty ishte një ëndër. Diskutoni me orë të tëra rreth doktor Stockmanit të Ibsenit. A të kujtohet? Po. Por arsyet pse më kanë arrestuar nuk janë as pak ato të doktor Stockmanit. Qetësi. Tani është orari i gjumit. Natën e mirë. Ajo që kërkojmë ne është bindja. Bindja e pakondicionuar, e menjëhershme, automatike. Të bindesh është po aq sublime sa të urdhërosh. Prandaj dhe misioni ynë në këtë kamp është një mision qytetërues. Ndër banorët e këtij kampi, në këtë turm viktimash të ideve të ulta dhe të korruptuara, me anë të një procesi trajtimit të fortë, do të rrënjoset bindja, e cila duhet të bëhet natyra dytë për ta. Dhe kjo është e vetmja mundësi shpëtimi që kanë. Prandaj në çdo hap, në çdo frymëmarrje, në çdo rrahje zemre, ata duhet të ndjejnë se forca jonë, forca e fashizmit është gjithçka, ndërsa ata s'janë asgjë veç se krimba, larva, insekte. Kamerati, sot është dita e parë e këtij kampi. Çdo gjë ka shkuar siç duhet. Por ky është vetëm fillimi, sepse na presin gjëra shumë të rëndësishme. Çdo shenjë dobësie e ligështimi, tek kushdo që të vihet re, konsiderohet tradhti dhe ndeshkohet pa mëshirë. Në qoftë se sot u treguat një blok i hekut, nesër duhet të jemi të qenikët. Nisuni! Ciao! Basta! Basta! Hej! Basta! Ciao! Hej! Akoma s'janë gaquar?
Hajde, ngriu! Shpejt! Shpejt! Lërë një atë. është i smur. Morëm tërë natën ka patur rrethe. Do të bisedoj vetë me mjekun e kampit dhe do të shikoni që është smur. Brave! Gati tu! Ullu, ngriu, 3, 4, ciao! Nuk ka asgjë. Lëvizja dhe ajri pastër do t'i bëj mirë. Ju jeni mjekë? S'ma dhoni gjërat. I bëni alarmante. Kjo nuk është e mirë për një mjek, sepse influencon në mënyrë negative tek pacientët. Sidoqoftë, për çdo nevojë që të keni, e jani tek unë. Hajde, ciao! Ullu, ngriu, 3, 4, 1, 2. Ne kërcim, hop, 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 hidhu, 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 hop, hop, në vend, ndal. Duar dhe kamanash. 1, 2, 1, 2, 1, 2, duar para. Mergulho vai forte. Gareu. Brava. Gareu. Mergulho. Gareu. Brava.
Nga skodra pare kompanis parë, Dëtimence, para, marш! Ti! Ti! Ti tjetëri! Ti! 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 Ti tjetëri! Ti! More, ku I shpunat atë nënë që I morën? Vërtet, ku t'i kanë quar? Ndoshta I shpijen edhe një burg tjetër. Po ata I mori ai mjeku. Në burg? Ndoshta nuk do t'jena qejsa këtu. Po ti nga di. Ke qenë burgje tjerë? Po këtu. Pse t'kanë sjellur? Për një pikturë. Çfarë? Një gjerark më urdhëroi që unë t'i bëja portretin. Edhe unë ja bëra. Por atij nuk I pëlqeu ashtu siç e kisha bërë unë. Fashizmi është një lëvizje e madhe e aksionit, e pasionit dhe e ideve, e Italisë bashkëshortëse, e krijuar dhe udhëhequr nga Benito Mussolini, I cili duke rënë fund nëpërmjet revolucionit fashist, formave të vjetëruara të shtetit edhe koncepcionit demokratiko-liberal të bashkëtesës sociale, I ka zëvendësuar ato me një elit të re, me një italian të ri, me një figurë të re të kombit, me një koncepcion të ri të politikës, të realizuar në shtetin fashist, që aspiron për primatin e një perandorie shpirtërore italiane në botë. Revolucioni fashist dhe shteti fashist janë terma të pandashme. Si fenomene historike kanë qenë dhe janë në zhvillim e përtëritje të pandërprer. Emri fashizëm vjen nga fasha me aksionet revolucionare. Na rrethuan bazën kohën kur po shtypnin traktin. Dikush na kishte spionuar. Ku banon? Ja aty. Ka ndonjë televizjes? Ka simpatizant. Ka dhe të rinisën të fashiste. Si reagimi vendosur e I dhunshëm ndaj zëvendësimit moral dhe politik të vendit. Kundër partive politike, Mussolini krijoi një antiparti. Po mendoja si të lidhemi me shokët jashtë kampit. Do ta gjejmë një mundësi. Sidoqoftë nuk duhet na shohin shumë bashkë. Do takohemi përsëri. Mirupafshim, profesor. Profesor? Jeni bërë profesor? Jo, është pseudonim. Mbas liseut fillova një farkohë të jep jamsim për një grup punëtorësh, dhe që atëherë më ka mbetur. Ka ndikur nga pas, si etiket. Ora e takimit për familjarët.
Familja është institucioni social më I lashtë e më I hershëm. Bazë e çdo rendi civil, politik. Po babai si është? Pse nuk erdhi dhe ai? Nuk doronte të të shikonte ty në këtë gjendje. Thash mos kishe psuar gjë. Pater familjas. Fashizmi është Më kujtohet atëherë në lice, kur deshën të përjashtonin për shkak një poezie. Gati të gjithë nxënësit e kursit e lanë shkollën shej proteste. Kjo ka qenë në një farë mënyrë e greva e parë një tëntime. Keni shkruar më? Ka kohë që nuk kam shkruar. Mbas liceut shkova në Torino, fakultetin e drejtësisë. Por pas 2 vjetësh më desh të kthehem. Po ti ç'ke bërë që nga e kohë? Kam studiuar në Paris, 8 vjet, institutin mjekësor. Pastaj u ktheva në Durrës, fillova punën. Para një javë më arrestuan. Para 2 javësh. Nuk më kujtohet mirë si kohë. Po unë nuk jam përzirë në politikë. Më duket sikur këtu ndodhem rastisht. Si rastisht? Po ja, gjatë demonstratës fundit, kurova një komunist të agosur. Po të kishe që në vëndët ti një hierark fashist, ato ta kishe kuror, Andrea? Mos kujtoni se unë I dua fashistët. Ata na kanë pushtuar Shqipërinë. Por unë jam mjek dhe jo politikan. Po atëre? Dëgjoj, Andrea. Fashistët janë nekrofil, janë kanibal. Ata e kanë mbushur botën me kampe dhe me krematoriume. Prandaj gjithë populli luftojnë kundër atyre. Ndoshta keni të drejtë. Nuk më pëlqeu ai tip. Pse? Ja, sapo ti fillove të flasësh kundër pushtuesve, ai u trëm dhe u largua. Pastaj dhe prat komunistin që gjoja pas kam mjekuar, ma merr mendja se gënje. Po ande nga ju ç'bëhet? Ja, hiç. Na fund tendohemi. Po ti çdo këtu, ke ndoj të afër më doj fis? Hajt, largoni që të dy. Intervencioniste mussoliniane u fitua. Më 13 shtator, ai shkoi vullnetar në front. Që ai që luftoi heroikisht në Montenegro, në Javorček, në Roman.
Shto! Nuk u shpëton dot flagëve të skëterës, ky rebel i marr. Ja tani po digjet i tëri trup e shpirt bashk, në squfurin çfarrosës. Le të guxoj tani ndonjë tjetër të më dalë ndesh. Kështu do të digjen i tërë, në rrafet e të mërshëm në pesk. Rrethi i parë, për ata që reagojnë nga dalë ndaj urdhrave. Rrethi i dytë, për ata të ndryshme brenda zemërimit. Rrethi i tretë për gjak nxehtë dhe të papërmbajturit. Rrethi i katërt për ata që kundërshtojnë me fjalë. Rrethi i pestë për ata që kundërshtojnë me heshtje. Rrethi i gjashtë për ata që kundërshtojnë me akte. Rrethi i shtatë, rrethi i tetë, rrethi i nëntë për ata që ka përcjellë parashikimet e zakonshme. Për komunistët, për rebelët e marr, për djajt. Ç'është e vërteta më vjen keq për metin e shkret. Por duhet thënë se i bëri një veprim absurd dhe krejt pa matur. E shkret e kot të kundërvimi atyre. Kapiten Perani vërtet e shau dhe e thyu ndignitetin e tij. Megjithatë, ne kam veprojnë ligje krejt të tjera nga ata që veprojnë jashtë në jetën normale të shoqërisë. Duam apo s'duam, është çështja e ligjit të përshtatjes ndaj ambientit. Disa ambientohen me kollaj, disa të tjerë më Disa të tjerë që nuk ambientohen, të ç'duken. Edhe kjo ju duket e natyrshme, e logjikshme, normale, apo jo, zoti ish prokurori mbret. Thash se me vjen keq për metin. Me vjen keq me të vërtet. Ç'është? Ç'bëhet? Mbas pak bëhet rrështimi mbrëmjes për para mensës. Këtu i ndjekin njerëzit me drita, si të jenë insekte natë. Për shkurtim kohe. Ata kush e di sa do na mbajnë në këmbë. Ajo që bëri Meti ka gjindosa. Por vdekja e tij nuk duhet kalojë në qetësi. Mendoj të përgjigjemi me një protestë të përgjithshme për vdekjen e Metit dhe për ata të nëntë që ju zhduken. Ditën e nesërme ta shpallim ditë greve. Të bëjmë edhe grevën e urisë. Shumica besoj do ta ndjekin. Besoj se po.
Shumë mirë. Do të shkoni në ngurore pa ngrënë. Hajde marrë, shpërndani! Për 10 minuta, merrni veglat e t'jeni në rresht për të nisur. Shpërndani! Zoti kapiten, ju kërkojnë. Të rinë ashtu në këmë. Asnjët mos të viz nga vendi. Është e qartë se në kampin tonë ka filluar të përhapet epidemia e kuqe. Por mbartësit e këtij mikrobi duhet jenë vetëm disa individ. Prandaj Perani, asgjë alarmante. Turmën inerte do të di unë si ta manipuloj. Ti gjeni këta individ. Sot keni racion dy fish. Hani. Ha. Ha! Vazhdo të hash. Kush ju tha për grevën? Ha? Kush e organizoi grevën? Rajani. Je i sigurt? Partina po shkatuan një shok. 12 të tjerë kanë arrestuar dhe nuk dihet ku i kanë çuar. Ne po vazhdojmë rezistencën, ndjekshim grevë. Duhet të mbajmë lidhjet e rregullta. Sa argjë të vit do të bjellësim nga qarkori. Sa kopja janë bërë? Një 50 sot. Duhet në shëm tekstin. Ka ndodhur gjëra shumë të rëndësishme në kamp.
Ka qenë kush organizoi? Kush? Emrat, shpejt emrat. Herën tjetër do të mbajmë shumë, po shpejt. Ata të tre ende nuk po e lëshojnë. Sot shokët tanë në dërguan një mesazh, sepse ne u bashkuam me ta në grev. Edhe ne duhet të shkruajmë diçka. Po, tu themi se na vjen keq, se vuajmë bashkë me ta, se do të jemi gjithmonë me ta sido që vej puna. Këtë mund ta bësh ti Dita. Po çfarë torturash mund të bëjnë atyre? Tru! Hajde, hec! Hec! Që nga shkret e tjera të Saharas, deri në stepat e ftohta të Ukrainës, ushtrit tona po arrin fitore pas fitoresh. Korespondenti ynë i luftës nga Libia njofton se forcat tona të komanduara nga generali Cavallero, në bashkëpunim me trupat e motorizuara të Romelit, azgjësuan dhe nxorën jashtë luftimit një kontingjent të madh të forcave armike. Gënjeshtër, ushtrit nazifashiste përsojnë një disfat të rënd kudo. Së shpejti para tyre do të shfaqen hijet e piramidave, varret gjigante të faraonëve. Së shpejti do të largohen përfare nga kontinenti afrikan. Do të jetë në një nga renegatët antifashist. Janë larguar nga Italia dhe flasin për radio të vendeve armike. Jam shumë i lodhur. Ndoshta keni nevojë të pushoni. Jo, qëndroni edhe pak. Nga ata tre nxorët gjë? Efekti i trajtimit special mund të mos jetë më njëhershëm. Si puna atyre medikamenteve, veprimi i cilave nuk ndihet aty për aty, por që me kohë jep shërim të sigurt. Eksakt. Në mos sot, mbas një farë kohe ata do të thyhen. Ka të njarë që shokët e tyre të dyshojnë tek ata të tre. Kështu që midis tyre do të futet grindja, përçarje. Ne nga ana jon do t'i mbajmë në mbikëqyrje. Ata janë kafshë. Që kanë bërë kështu? Andrea! Para ca ditësh vrarë një, sa torturuan tre të tjerë. Kush e ti se sa të bëjnë nesër. Do ta paguaj mirë edhe këta mos e mërzit. Arian si njesh.
vazhdojmë atëherë. Sot morëm prapë një trakt nga qarkori, ku flitet me gjendjen në Shqipëri dhe në botë. Lexohet më. Në datën 27 të këtij muaji, forcat partizane të krajinës së Mokrës azgjësuan dëshkimorët italian në frontin e lindjes. Ushtria e kuqe po i shkakton Hitlerit dëme të mëdha në njerëz dhe pajisje. Boshti antikominterni ka punë të keq. Kjo reflektohet gjithsesi edhe në kampin Oktopus. Sot na torturuan egërsisht të rishok, po prej tyre nuk nxorën gjë. Në të vërtetë gjithë kjo egërsi e gjelatëve tanë nuk dëshmon veç se për parlemërimin e vdekjes së tyre. Këtu ka diçka për grevën tonë. Po. Qarkori konsideron me vend grevën tonë. Na udhëzon gjithashtu që luftën që nisëm ta vazhdojmë. Zotin e koronel, mendoj se është momenti të futim i distyre njeriu tonë. Ai ish prokurori është diskredituar në sytë burgosërve. E manifeston hapur frikën. Cilin? Një farë Beqiri. Për një kohë gjatë është marrë me kontrabandë. Pastaj ka marrë pjesë në hapjen e disa shtëpive publike. Do ta bie midis një kontingjenti të ri të burgosërit. Mirë, bjerën. Hyni. Urdon. E dini gjuhën? Ullun. Kam kohë që e pres vizitën tuaj, dashur koleg. Po s'prishje. Tani u thira vetë, sepse kam nevojë për ju, për bashkëpunimin tuaj. Dhe kam bindjen se do të bëhemi miq të mirë. Me se merreni ju këtu? Këtu? Këtu në kamp mundësitë për kërkime shkencore janë të jashtëzakonshme, të pakufizuara. Punët e përditshme, cingrimat artizanale si higjiena e kampit, dieta e burgosurve, profilaksia kundra epidemive, sëmundjet e oficerave apo morrat e ushtarëve nuk më interesojnë. Megjithatë, jam i detyruar t'i bëj për hir të diçkaje më të vyer, të cilën s'mund ta gjej kërkun tjetër. Eksperimentet jam duke bërë po më japin rezultate të habitshme. Është diçka krejt e re që shkenca gjerë më sot nuk ka guxuar t'i afrohet. Këtu mbahen njerëz, 12 orë në ditë, me intervale të varjueshme, me një regjim ushqimi të programuar saktësisht, për të provuar në të njëjtën kohë rezistencën e aparatit tretës, lakushmërinë e pjesëve të ndryshme të skeletit dhe në bashkëveprim reciprok me to, transformimet që ndodhin në psikikën e njeriut. Si ju duk kampi ju? Interesant. Tepër interesant. Ndihmësit tuaj ishin shumë të përzemërt dhe patën mirësinë të më tregojnë gjithçka me hollësi. Por argumentat e mia do të jenë sakta vetëm mbas intervistës me ju. Propaganda e kuqe, siç e dini, ka ndërmarrë një fushat shpifjesh kundër institucioneve që kemi krijuar për izolimin e elementeve të rrezikshëm nga pjesa e shëndoshë e shoqërisë. Një përgjigje nga na jon për ta thënë të vërtetën ashtu siç është, edhe mbi këtë aspekt i qytetërimit fashist është e nevojshme. Në këtë drejtim nacional-socialistët gjerman kanë bërë mjaft. Doktor Goebbelsi ka porositur filma dokumentar nga jeta në kampet e qifutëve. Ne mendojmë për rëndësinë që ka rubrika që këtë intervistë ta botojmë në faqet kryesore të gazetës. Jam në dispozicionin tuaj. Zotin kolonel. Më thërrisni thjesht Esposito. Ne jemi miq të vjetër. Zoti Esposito. Në Rom kampin tuaj e konsiderojnë si një kamp model. Si e keni arritur një gjë të tillë? Atëherë duhet të flasim për kohën para themelimit të kampit.
Gjatë fazës përgatitore, disa njerëz bile edhe në qarqet e larta, sikur s'kishin besim në metodat e reja që avancova unë. Por me punë këmbëngulse skepticizmi u ka përcyer dhe tani këto metoda janë bërë realitet. Me metodat tuaja unë njoha me imtësi. E kisha porositur kapiten Sodun. T'ju shpjegonte gjithçka. Shpresoj se keni mbetur i kënaqur apo Jashtëzakonisht. Por zoti Esposito, a jeni i sigurt në suksesin tuaj? Një pjesë të burgosurve do të shtrohet shpejt dhe do të përbëj bërthamën e parë solide, rreth të cilës do të grumbullohen gradualisht të burgosur të tjerë, që për ndonjë arsye do të shtrohen më ngadalë. Disa do të ruhen pa prekur idetë e tyre të ulta, por edhe këta, para po ja them konfident si mik, sidoqoftë ju e dini vetë se çfarë duhet publikoni dhe çfarë jo. Pra edhe këta, ndonë se llumi i urrëties do t'ju zihej përbrenda, në fund të fundit në veprimet e përditshme do të bëjnë vetëm atë që u diktohet nga ne, në kundërshtim me atë çka u dikton vullneti dhe bindjet e tyre. A nuk është ky një triumf i madh nga ana jon? Kjo është madhështore. Është një ndarje e madhe e botës sipas së cilës në njërin anë qëndrojnë të doptit, turmat milionshë me një dëshirë të bashkëlindur për të nënshtruar, ndërsa nga ana tjetër vullnetet e forta, të zgjedhurit, shumë më të pakët në numër, por që në fundit japin sensin historisë. Çdo gjerark fashist është një Cezar. Por sidoqoftë, a nuk mendoni se do të ketë individ të tillë që nuk do të konformohen asnjëherë me rregullat e kampit, që do të bëjnë veprime të hapura ose të fshehta në kundërshtim me... Për ata vetë kuptohet, nuk do të kursejmë asgjë. Por kam bindjen se do të jeni pakic. Në stadin e tanishëm, ka shenja të ndonjë rezultati? Si të them, po të kisha shoqëruar vetë gjatë vizitës suaj, do të kishit krijuar një ide me disa simptoma ende të padukshme, por reale. Por më thirrën urgjentisht në Tiranë dhe nuk munda të shoqëroj. Do të ishte mirë që ju të vinit përsëri pas një farë kohe, për të bindur për rezultatet e arritura. Ti e kafsh! Ti e kafsh! Ti e kafsh! Ti s'mund të japësh asgjë për shokun tënd. Ti vetë mund të kafshosh si akrep. Ti je një insekt. Ti e kafsh. Ti e kafsh. Ti s'ke asgjë për njeriu. Ti je një vemje. Ti e kafsh! Ti s'ke asgjë për njeriu. Ti je një insekt sa do të përpiqesh për të qenë njeri. Ti je një vemje. Ti e kafsh. Ti e kafsh. Ti s'mund të japësh asgjë për shokun tënd. Dashur kolegë, si ndjeni? Gjetet edhe një herë asin të regoni humanizmin tuaj. Unë mund të bëj gjithçka për ju. Nuk e besoni? Përse keni nevojë? Çfarë kërkoni nga unë? Një gotë ujë. Silleni.
Au! Mos shtini! Ne nuk jemi këtu për të vrarë njerëz. Po kjo goditi! Ta janë barbar, kurse ne jemi ndryshe. Ne kemi një qytetërim 2000 vjeçar. Kapeni! Hajde, shpejt! Shpejt! Hajde, Lëviz! Lëviz! Hajde, shpejt! Dejt! Atje, mata në asaj bregores nëllët fushimi. Hajde, nisemi, qau! Shpejt, shpejt, qau! Lëviz! Lëviz, shpejt, më shpejt! Hajde, lëvizi! Më shpejt! Se unë ngadrua. Shkojmë këtej më mirë. Këtej me siguri ka rrugë. Nisu! Hajde! Hajde, hajde. Hajde, Lëviz, Lëviz! Hajde, Lëviz! Piktori ka bërë? Që bëj? A gjithë ditën që se kemi parë? Sigurisht në ata që morën për t'izoluar. Për ata janë kthyer pothuajse të gjithë. Sa ndren s'po i shoh. Prapo ngatruam. Rrugën që të ati nuk po e gjinë dot. Mos është këtej? Se besoj. Po, edhe mundet. Tani o bevon. Kemi shkuar shumë larg. Kthejme më mirë në kam se mos u masim. Hajde para. Eci. Hajde shpejt, shpejt. Hajde shpejt, shpejt. Hajde para. Hajde para shpejt. Gëro, hajde shpejt. Hajde. Hajde. Arjani do të ketë spionuar, kam një farbini. Arjanin e njoh mirë, ai nuk e bën këtë. Pastaj ku e mbështeti binit tënde? Po ja, atë e kapën njëherë pas grevës, e torturuan. Pastaj beva se lanë të lirë, kurse tani atë nuk e morën. As mua nuk më morën. Mos vallë ti i thua Arjanit të njëjtat fjalë për mua? Dëgjoj Syria. Nuk është mirë të hedhësh dyshime kot mbi njerëzit. Përpara kësaj egërsie të pafrene nuk duhet fusim grindi dhe përçarje. Alvizi! Ec! Dal! Hajde, ec para! Hajde para! Hajde, shpejt, me vrap! Me vrap! Hajde, shpejt! Hajde! Lëviz ju! Hajde, Lëviz! Hajde, shpejt, shpejt! Shpejt, hajde! Aty me fytyrë ketelat! Aty më shtetu!
Rini aty deri sa thani. Asnjë lëvizje. Mund t'ju them se eksperimenti na dha rezultate të rëndësishme. Nga 9 burgosurit që morëm në fillim, i pari vdiq pas 14 ditëve, dhe i përket grupit të tretë, kurse i fundit pas 33 ditëve, dhe i përket grupit të parë. Autopsitë vazhduan gjatë dhe na lejuan të shtojmë njohuritë tona në fushën e anatomisë dhe fiziologjisë së njeriut. Hyrë! Zotin e në kolonel, në verilindje të kampin distancë 3-4 kilometra kryen luftime. Përforconi rojet. Po ata ç'bëjnë? Janë zgjuar të gjithë. Në kavanon e ka rrumuj. Të futen të gjithë në pështretër e të mos bëjnë zhurmë. Si urdhon. Mreqbën na jargjove të gjitha letrat. Nuk na hyn punë këto, sidomos në kushtet që ndodhemi. Po kush e di më se hyn punë? Mbase vetëm për ty, po të tjerët se kanë mendjen në tilla lodra. Piktura nuk është lodër. Gjatë shekuve ka patur shesa njerëzish që e konsideronin si luks, që u lejoj vetëm disa parazitëve, po nuk është ashtu. Nuk di nga ato unë. Këtu na duhen të tjera gjëra. Po t'jej? Nuk e di, sepse mori aqinat. E mos e kështu ndodh nga njëra ti, mos ja vore. Ti shikoj pak s'ke bërë? Po sikur na japësh ti nxjerrën jashtë kampit, hm? Apo të na i bësh një kopje tjetër? Mirë. Qetësi! Qetësi! Se s'kenenën! S'ka gjë! Nesër mëngjes do të rregullohet. Tani nuk dua asnjë zhurmë. Që s'keni rënë për gjumë? E dini se kjo është një shkelje disiplinës? Sonte nuk na flihet. Kemi frikë. Qetësi! Mos u tromni, vajza. Ato janë vetëm bubullima, ndërsa zjarret janë shtëpi fshati që digje nga rrufet. Gjumin e ëmbël. Mos e lini ti qaj. Çdo i buldozur është i detyruar të ndjek në të gjitha veprimet e kohës, orarin e programuar të kompanisë ku bën pjesë njësia bazë e organizimit të kampit. 28. Ndalohet çdo lëvizje individuale. Shkëputur azi nga kompania gjatë. Vrëmrin e lindi vajz. Ashtu? Po. Emrin ja vum liri. Çoj një fjalë babait saj, partizanit Sadik Male në çetën e Mokrës. Familjarët mbaroj. Hajde lagoni për këtë. Prit, mos u largo, për pak harrova se kam edhe diçka tjetër. Largo të gjithë. Edi. Jepja asaj vajzës atje.
Haj, largo! Ty të them! Largo me këtej! Largoni! Edhe ju! Haj, largo! Zhurma dhe zjarret e mbrëmshëm ishin pushket e partizanëve të qetës së Pezës që shkatruan një autokolon italian. Lërë, për pak u fikëm. Si kështu, more? Po ja, kishe nga Ariani një letër për një vajzë. U kujtova çastin e fundit dhe për pak desh më kapën. Letër dashurie apo jo? Nuk e di, nuk e hapa. Si do qoftë ke bërë gabim. Pastaj Ariani nuk duhet të rrezikonte ty për një letër personale. Si do t'jetë më vonë? Kur më vonë? Kur t'jemi të lira? Kush? Ne dhe Shqipëria. Atëherë gjitha do t'i kemi të përbashkëta. Kolektive. Edhe fabrikat. Edhe tokën. Të gjithë do t'jemi njësoj. Po qytetet, si do t'jenë? Të mëllenjë. Në formë yjesh. Atëherë jo vetëm Shqipëria do t'jetë komuniste, por gjithë bota do t'jetë komuniste. Shpresa, ti ke dashurur ndonjëherë? Gjithmonë. Edhe tashti. Po ti pse m'pyet? Jo, kot. Ti e ke njohur më parë? Cilin? Atë, djalin me kasketë. Po, kemi qenë në një shkollë me të, por në klasa të ndryshme. Ta them si shok, Ti ke bërë një gabim të rëndë. Ndërlidhja i celulës nuk duhet përdoret për letra personale. Kjo s'është as pak serioze, bile e dëmshme. Kush të thotë këtë? Alidi? Po. Po ti mos më keq kupto, Unë nuk kam ndërmend të flas me njëri. E çfarë pastaj? Çdo me thonë ti me këtë? Të gjithë thuaj kujt të duash. Ja ti përsëri po ka bërë rënd. Vajza e partizanit? Po. E çuditshme dhe e bukur njëkohësisht. Një pjesë e familjes të mal, një pjesë në kamp përqendrimi. Por edhe e dhimbshme. Se që kanë këta sot, duken të gërsuar. Kam diçka për të thënë. Çfarë ka ndodhur? Ariani sot për pak na dekonspiroi lidhjet me shoqet. Kishte dhënë Alitit një copë letër dashurie për një vajzë. Ky nuk është thjesht një kalamallëk nga ana e tij, por një veprim i qëllimt. Aliti shpëtoi për 100. Unë kam thënë një herë. Ariani pas torturave është bërë njeriu tyre dhe tani vepron në radhët tona si agent provokator. Mos më shiko, kjo është fare e qartë. Çfarë ka ndodhur? Si është puna? Aliti nga ana tjetër vete na merr përsi për gjëra të tilla. Çfarë ndërlidhje ishte ai? Që në fillim ne nuk duhet t'ia kishim besuar një mision të tillë një fshatari.
arsye si shtres është e lidhur me pronën private, pra konservatore nga natyra e saj. Ne duhet të mbështetemi në kuadrot më me përvojë, edhe jo në njerëz të tillë si ai Andrea, miku yt, një intelektual buzholl, ose si ai piktori, si e ka emrin ai? Po që punë kemi ne me ta gjanëm. Ti kërkon të hedhësh dyshime mbi të gjithë. Të gjithë po i bën spiun dhe armiq të mundshëm. Dashur pa dashur ti po koincidon me ata që na mbajnë mbyllur këtu. Ti të mi thuash mua këto fjalë? Po ti vetë je fajtor për të gjitha. Dhia jote është e gabuar që në fillim. Me sa duket ti vazhdon të ruash recidiva sektarise të grupit Zjarri, ku ke bërë pjesë më parë. Grupi Zjarri, histori të vjetra. Po ta zëm ashtu ti ke ngrënë edhe bukën e fashiste. Kush e di se ç'ke bërë kur ke qenë në Itali? Gjoja për studime. Sigurisht je bërë agent. Pastaj edhe babai yt një borgjez i fllihur ka qenë. Mos ma përmend baban. Edhe ti mos ma përmend grupin Zjarri. Babai ti ka qenë dikës i nolit. Jo, profesor. Ti je i poshtër. Ti je tradhtari i revolucionit. Për gjitha ti ke fajt edhe po na merrem qafë edhe neve. Po revolucioni do të triumfojë edhe pa ty. Syria. Nuk kam punë me ju. Ky është armik i klasës dhe po ju merrem qafë edhe juve. Ti di shumë gjëra. Po se mos bën ndonjë përpjekje të na nxjerrësh, ne me siguri do ta marrim vesh. Edhe atëherë, mirë ti. Duhet të ruhemi nga ai. Ti Petro duhet ta kesh kujdes. Me që ndodhemi të gjithë bashk, ta bëjmë komunikimin e qarkorit të partisë. Po. Sot na edhe prap një letër nga qarkori. Ata aprovojnë punën tonë këtu në kamp, si dhe mënyrën e propagandës që kemi organizuar. Por tani na thonë që të nxjerrim gazetën. Ky do të jetë një hapëri i luftës sonë. Ç'është e vërteta punë deri tani na kanë shkuar mirë, duke preshur vetëm rastin e Syriajit. Por tani që fashistët po e ndjejnë në fundin e tyre, luftën e gjithë popullit. Por dhe rezistencën tonë këtu brenda, ka të ngjarë të fillojë një valë të re represaljesh, më të egër se të mëparshmen. Gazetën ta shpërndajmë që sonte në mënyrë që nesër ta lexojnë të gjithë. Tani është tamam momenti. Shoqjet janë emëruar? Po, dhe ato janë emëruar. Dhe do t'i shpërndajnë që sonte kopjet që u kemi dhënë. Here. Hajde, shpejt! Qojni! Hajde, shpejt! Kavanoni, qau! Hajde, shpejto! Shpejt! Hajde, edhe kavanoni tjetër, qojni! Hajde, nga fundi! Levis! Shpejt! Shpejto! Shpejt! Mend! Të gjithë të mend! Hajde, shpejto! Ashtu! Hajde, parë shtjuni! Hajde, levis dhe ju! Hajde, shpejto! Shpejt! Ashtu! Ha! Et! Hajde, fundi!
Quali sono le tre parole che formano il nostro dogma? Ebbene, camerati, in queste tre parole fu, è e sarà il segreto di ogni vittoria. La prima ondata di bombardieri è in vista della squadra inglese proveniente da Gibilterra. Visioni dell'epica lotta per la conquista di Stalingrado. Le formazioni germaniche corazzate e autotrasportate puntano risolutamente sul Volga. Stuka spianano la strada alle divisioni corazzate. Ne nuk e dim cilët janë si persona ata që kanë bërë këtë, por jemi të sigurt se kanë gisht kujt. Dim gjithashtu se ata që kanë kryer këtë akt, nëpërmjet të cilit duan të tregojnë kuraj, guxim, të na bëjnë sfidë, nuk janë as pak ashtu siç duan të tregohen. Përkundazi, janë qenie të dobta, të mjerë, janë frikacak. Ne do të gjejmë ata me çdo kusht, në mënyrë që të izolojmë dhe të bëjmë të padëmshëm. Misioni i madh dhe urgjent i fashizmit, hapi i parë dhe qytetërimit të ri, është zhdukja nga faqja e dheut e murtajës kuqe. Zhdukja e saj me çdo mjet, në zjarr ose në grop në këlqeres. Vetëm fashizmi mund ta shpëtojë Shqipërinë nga ky kërcënim. Që nga koha e perandorisë romake, Shqipëria ka qenë një pjesë e rëndësishme dhe vitale e kësaj perandorie. Lidhjet e saj me qendrën kanë qenë tepër solide. Tani është Mussolini ai që po i përtërin këto lidhje. Italia sot është një nga vendet më të fuqishme të globit, për sa i përket ushtrisë, prodhimit të avionëve, të pajisjeve elektrike e tjera. Ajo do ta bëjë këtë vend të plotësojë. Dhe kjo jo thjesht në sajt të potencialit tonë ekonomik, por në radhë të parë të organizimit fashist të jetës. Futja e sistemit të korporatave ka për të qenë një avantazh i pallogaritshëm. Pengesat të cilat ndeshemi janë të shumta, por brenda disa vjetëve, shumë deri nga fundi i shekullit, fashizmi do të arrijë të higjienizojë botën nga kjo fare keqe, nga molepsja e saj e rëndë. Stalingradi ra përsëri në duart e armikut. Korparmata e pestë, e komanduar nga feldmarshalli von Paulus, së bashku me trupat të zgjedhura italiane, rumune, hungareze, nuk e mbajti dot qytetin, por në ndarrën e rrethimit armik u detyrua ta dorëzoi. Unë mendoj se është domosdoshme të izolohen edhe disa gra. Vërtet se midis tyre ka patur më tepër qetësi. Por unë ua njoh rrezikshmërinë. Mendoj se gratë nuk duhen në vlefsuar, por t'u jepet rëndësia që u takon. Jeni e lirë të bëni se doni.
Shko tani. Mund na shohin. Ti ik. Arratisu. Iki? Ikim. Ikim të dy. Po nuk mundemi. Nuk kemi se si. Po vërtet. Mira mbas është era e fundit që shihemi. Kur do t'i nisim ato vajza që seleksionuan? Varet se do vjen ngjarjet në front. Pastaj në kamp kemi probleme të tjera për të zgjidhur. Miqtë e mi, propozoj që në këtë përvjetor të 4 të bashkimit të Shqipërisë me Italinë, dollinë e parë ta ngre për Duçen, farktusin e këtij bashkimi të lavdishëm. Gëzuar. Miku yni përbashkët Farinaci ju dërgon falë. Gëzohem. Farinaci, fort, i zjarrt si dikur. Të tillë mbaj mendem del parasysh që kurse e kam njohur. Që nga kohrat e lavdishme të skuadristëve. Zotin kolonel, a keni nostalgji për ato kohë? Për Republikën e Fiumes, Danuncios, për marshimin mbi Rom? E kujtoj gjithnjë atë epokë të lavdishme që zorë se kthehet më. Por edhe ju i dashur keni përpara një karrierë të shkëlqyer. Ju kaqëri, po bëheni një nga propagandistët më të zotë perandorisë. Karriera varet nga shumë gjëra. Përse nuk zbaviteni pak? Ju shoh shumë të mërzitur. Ndoshta s'është vendi t'ua them. Nuk dua t'u shqetësoj, por... Jo, s'ka gjë. Flisti. T'ju them të drejtën, zoti general, largimi dhe nisja për një ishu e i numri burgosur është rrezikshëm. Po, elementët më të rrezikshëm duhet i nisim për në ishujt e Tirenit. Po, zoti general, kjo më duket e panevojshme. Në kamp kemi mjete shumë efikase, pajisje speciale. E di, por jemi të pakënaqur nga gjendja në kampin tuaj. Megjithatë, largimi një pjesë të burgosurish mbetet vetëm një mundësi. Ende s'është marrë vendim. Një farë shantazhi ndaj jush, më kuptoni? Me që s'keni arritur rezultatit na keni premtuar. Po, ju kuptoj. Tu hillim, është rasti më i mirë. Tu hillim.
Rastit nuk arritëm t'i zbulojmë. Sa është data sot? 8 prill. 8 janë pak, por 8 herë 3 bëjnë 24. Njeriu ju sapo na informoi se një burgosur komunist ka filluar të afrohet me të. Ka pasur grindje me komunistët e tjerë. Me sa duket, ka filluar të mendojë ndryshe nga ata. Ka nxjerrë një emër, ndoshta kryesorin. Veproni pa humbur kohë. Njeriu që ka filluar të mendojë ndryshe, ka përhë mos e luan. Beqiri le të vazhdojë të janë nxjerrë emrat e tjerë. Bardhyl Skuraj, me pseudonimin Profesori, gjeniu I revoltës, truri I rezistencës së kampit, I fshehur me kujdes nga shokët. Kështu natë për natë, ditë për ditë ju keni fryrë pa rreshtur magmës së zemërimit të tyre, por tani erdhi koha që kjo magmë të shkohet. E shikoni se ne I dim të gjitha, se përpjekjet tuaja kanë qenë krejt absurde. Syria e në një? E njoh mirë. Ja pra, një shoku juaj, një monster I pakorrigjueshëm, po pson metamorfozën e parë drejt asaj specie unike të panjohur dje më sot, që duam të krijojmë ne. Shokët e mi janë të tjerë. Edhe ata sipas ti do t'i modelojmë. Se shpejti do kemi emrat e tyre. Zoti komandant I kampit, ju vërtet mund na torturoni, edhe mund të na vrisni. Por mos kujtoni se kjo ka për të qenë një fitore. Ju vetëm se do t'i shtoni veprës tuaj për kriminali akoma dhe një krim tjetër. Do ta shoh. Ndresa jon do të vazhdojë përderisa vazhdon të ketë njerëz do t'u fshin nga faqja e dheut. Atëherë do të mbetet vetëm kujtimi juaj I zymt, I përbuzur nga tërë. Kjo është një fazë e re e kampit Oktopus. Filloni! Syria, qështë? Ti nuk po flije. Me siguri nuk po flije. Ti e ke spionuar profesorin. Ju betojmë ju. Po ai ishte I poshtër. Ai nuk di të drejtoj. Ai do të na çonte drejt katastrofës. Ti e ke spionuar. Për ideal nuk. Ti s'ke ideal. Qarkori I partisë ka dënuar me vdekje. Ja lexuat tekstin e deklaratës? Po, si urdhëron. Në të 3 variantet. Është e kot, nuk pranon. Vazhdoni. Kjo është mundësia e fundit. Në qoftë se nuk I arrim qëllimit, kjo do të thotë dështimi krejt projektit tim. Jo, nuk është ashtu. Por kjo është e pamundur. Kjo nuk mund të ndodhë. Unë do të bëj atë të pranoj gjithçka I do të diktoj. Dhe ky është fillimi I një përmbysje të përgjithshme në gjendjen e kampit. Hyrë! Lobor u gjet kufoh me një të burgosuri. Duket se është vrarë nga vetë shokët e tij. Në gryk ka shenjat një veprimi të dhunshëm. Është numri 547.631. Syria. Për jashtë!
Ai më shtanguar njerë se kohët e fundit nuk ndjente vetëm mirë. Ashtu mo. Po. Pastaj unë e di se ç'do të thotë kalosh nëpër tortura, sepse kam provuar vetë. Edhe unë e kam provuar një herë, por nuk duhet të të dëshpërohem. Kur të them ti të ja them edhe vetes. Duhet bërë diçka. Duhet bërë diçka patjetër. Sigurisht. Ne nuk do të rrim dorë kyç. Ju mbetet të vendosni për deklaratën. Teksti është gati. Mjafton vetëm një firmë. Do të firmosni apo jo? Përgjigjuni. Do të të vras. Do të të vras! Mjafton që unë të lëviz pak gishtin dhe që nga i qasti ke mbaruar. Ke vdekur. Më ndigjon. Ti s'jema. Je kufom. Je plur, je hiq, më dëgjon! Rreth i 5 për ata që kushtojnë heshtje, rreth i 6 për ata që kushtojnë akte, rreth i 7, rreth i 8, rreth i 9 për ata që ka përcjellë bashkimin të zakonshme, për komunistët, për rebelët e madh, për djajt. Ti je i vdekur. Ti je i vdekur. Ti je i vdekur. Ti je i vdekur. Nga vetë vrasja e kreut të tyre, xhelatët tanë janë gëlsuar akoma më tepër dhe nuk dinë se ç'bëjnë. Rezistenca ati është rritur dhe i ka përfshirë pothuajqë të gjithë. Po, qarkori i partisë ka mendimin se janë krijuar kushtet që ata çlirohen me anë të një aksioni të koordinuar. Kjo duhet bërë sa më shpejt. Kohët e fundit reprezalit janë shtuar në masë. Shokët tanë janë në rrezik. Ata janë gati të luftojnë që të gjithë për të dalë që andej. Ne do ta vazhdojmë luftën tonë. Derisa të vi dita të dalim nga ky ferr ku na ka mbyllur pushtuesi. Qëndresa jonë është shëjete. Vetë fakti që ne vazhdojmë të mbijetojmë, i të merron ato. I trondit nga themelet planet të tyre. Nesër, në kohën e rreshtimit duhet jemi gati. Partizanët territorial do të sulmojnë nga jashtë. Ne duhet bëjmë tonë. Duhet patjetër të krijojmë një rrëmull në qendër të oborrit në kohën e rreshtimit. Shpejt. Ti do të qillosh mikullën nga deti. Ti kullën tjetër pranë portës kamit.
Do të shtini pasi të ketë hyrë autoboti. Kini parasysh, kujdes shokët.